Qyteti gjerman kërkon banor të rinj duke ofruar qëndrim falas. Eisenhüttenstadt, i cili ndodhet në kufirin me Polonin, rreth 60 milje nga kryeqyteti gjerman Berlin, po ofron një qëndrim prove 14 ditor për banorët e rinj potencial, sipas një deklarate nga Këshilli Vendor më 13 maj. Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të jetojnë falas në një apartament të mobiluar nga 6 deri më 20 shtator si pjesë e një projekti inovativ për imigracionin të quajtur Bëj plane tani, tha Këshilli. Ata do të kenë mundësinë të njihen me jetën, punën dhe komunitetin në një periudhë prove 14 ditore, falas dhe në qendër të qytetit, thuhet në deklaratë. Për të ndihmuar pjesëmarrësit të krijojnë një ide për qytetin, Këshilli do të organizojë një sër aktivitetesh duke përfshirë një turne në fabrikë dhe shëtitje të ndryshme. Këshilli gjithashtu do t'i inkurajojë pjesëmarrësit të qëndrojnë përgjithmonë me bizneset lokale që ofrojnë stazhe, vëzhgim pune dhe mundësi intervistash. I themeluar në vitin 1950, Eisenhüttenstadt, që mund të përkthehet si qyteti i mullirit të Çelikut, ishte qyteti i parë i planifikuar plotësisht i ndërtuar nën qeverinë socialiste të Ish-Gjermanisë Lindore. I vendosur në brigjet e lumit Oder, planifikuesit socialist ndërtuan qytetin rreth një uzine të madhe Çeliku. I njohur më parë si Stalinstad ose qyteti i Stalinit, sipas ish liderit sovjetik Josef Stalin, ai u riemërua pasi Gjermania Lindore dhe perëndimore u ribashkuan pas rënies së murit të Berlinit në vitin 1989. Ashtu si shumë qytete dhe qyteza në Ish-Gjermaninë Lindore, popullsia e saj ka rënë që nga ribashkimi, nga një kulm prej më shumë se 50.000 në nivelin aktual prej rreth 24.000, tha zyrtarja lokale Julia Basan për mediat lokale. Skema synon të tërheqë më shumë banor të përhershëm, veçanërisht punëtor të kualifikuar, tha Basan.